Krijimi i shtetit palestinez çështje parimore, thot Putin. Presidenti rus Vladimir Putin e quajti çështje parimore krijimin e një shteti palestinez, duke hapur sot një takim në Kremlin me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, i cili mbriti në Moskë për vizitë zyrtare. Putin i tha se të dy udhëheqësit kanë diskutuar vazhdimisht për konfliktin palestinezo-izraelit dhe përpjekjet e përbashkëta për të përmirësuar situatën humanitare në Gaza. Është çështje parimore të zgjidhet çështja e krijimit të një shteti të plot palestinez që do të bashkëjetonte në paqe dhe me Izraelin. Kjo do të bëjë të mundur arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme dhe do të sigurojë stabilitet afatgjatë në rajon. Putin tha se Rusia po monitoron nga afër zhvillimet në Iran pas një kërcënimi nga presidenti i SBA-s Donald Trump për sulme kundër Republikës Islamike. Udhëheqësi rus vlerësoi përpjekjet e EBA-s në lidhje me krizën e Ukrainës, përfshirë rolin e saj në shkëmbimet e të burgosurve dhe ofrimin e një platforme për kontakte diplomatike. Përpara takimit, zëdhënësi i Kremlinit Dmitro Peskov e quajti Emiratet Arabe partnerin kryesor tregtar të Rusisë në botën arabe, duke thënë se marrëdhëniet po zhvillohen me sukses në pothuajse të gjithë sektorët. Ai theksoi se të dyja palët kanë treguar vazhdimisht interes për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Prandaj, sot është dita e marrëdhënieve ruso-emirate dhe miqësisë ruso-emirate, shtoi ai.